Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Partia Demokratike ka nisur sot protestën para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe kryeministres Belinda Balluku. Protesta shënon nisjen e një faltore javore paralele me atë të kuvendit ku qytetarët dhe figurat politike do të mund të shprehin shqetësimet e tyre për çështjet që sipas opozitës nuk diskutohen në hapësirën parlamentare. Protesta e opozitës para godinës së kryeministrisë ka nisur mbrëmjen e sotme pas thirrjes së Partisë Demokratike për të reaguar ndaj hetimeve që përfshin zëvendës kryeministren Belinda Balluku në lidhje me aferën e tunelit të Llogaras. Në skenën e ngritur përballë kryeministrisë, i pari që mori fjalën ishte kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, i cili u shfaq me tone të ashpra ndaj mazhorancës. Berisha akuzoi qeverinë se ka përkeqësuar gjendjen ekonomike dhe ka minuar institucionet demokratike, ndërsa kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren Balluku i cilësoi si përgjegjës për skamjen dhe errësirën politike në vend. Ai kritikoi bllokimin e punimeve parlamentare duke theksuar se në 10 seanca radhazi opozita është lejuar të flasë vetëm një herë, ndërsa vendimet e rëndësishme janë votuar me procedura të përshpejtuara. Në fjalën e tij, Berisha deklaroi se protesta do të vazhdojë deri në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve, duke nënvizuar se sipas tij nuk ka forcë që mund ta ndalojë këtë mision. Ai falenderoi mbështetësit e opozitës për angazhimin e tyre në 4 vitet e fundit, të cilat i cilësoi si betejë të vështira për mbrojtjen e pluralizmit. Berisha sulmoi gjithashtu një sër ligjesh të miratuara së fundmi, duke u ndalur tek ai për identitetin gjinor dhe barazinë ligjore, të cilin e cilësoi si ligji i Soros. Sipas tij, kjo nismë ligjore kërcënon familjen tradicionale dhe është pjesë e fushatës së ekstremistëve të majt. Ai deklaroi se opozita nuk do ta pranojë këtë ligj dhe do të vijojë kundërshtimin politik ndaj mazhorancës. Ekstremistë të majtë të Shtetet Bashkuara, në ndikimin direkt të George Sorosit, ndërmoren fushatën më të paimagjinueshme të ndryshimit të gjinish, ligjin me të cilin u vendos censura me rrep, ligjin me të cilin presidenti Donald Trump formuluan ndaj tij 35 akuza e gjobitën $100 milion. Atë ligj votoi parlamenti. Atë ligj shqiptarët s'do ta pranojnë kurrë, sepse ai ligj është përbërja familjes. Po u shpërbë familja, Shqipëria shpërbëhet, kombi shpërbëhet, zhduket siç janë zhdukur kombet histori. Këtu jemi të betur se atë ligj s'do e pranojmë kurrë, se familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i çdo shqiptari. Familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i kombit shqiptar dhe i Shqipërisë. Kjo familje, këtë komb e ka sjellë gjendit të sotme nga lashësia. Kjo familje, këtë familje, Edi Rama dhe Lubia kërkojnë ta shkatrojnë. Kjo familje do mbrohet me çdo çmim. Do mbrohet me çdo çmim, do mbrohet me çdo çmim. Protesta vijon nën masa të shtuara sigurie, ndërsa PD ka njoftuar se tubimi do të zgjasë deri në përfundimin e lejes nga autoritetet. Shqipëria ka hapur kapitullin e 6 dhe të fundit në procesin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, duke përmbyllur brenda 12 muajsh të gjithë grup kapitujt. Komisionerja për zgjerim Marta Kos e quajti këtë një ditë të veçantë për Shqipërinë dhe për vetë Bashkimin Evropian, ndërsa kryeministri Edi Rama e cilësoi arritjen si një ëndër të bërë realitet. Zyrtarët të lartë evropian vlerësuan progresin e Shqipërisë si frymëzim dhe për vendet e tjera kandidate. Shqipëria ka shënuar një moment historik në rrugën e saj europiane, duke hapur kapitullin e 6 dhe të fundit të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Vetëm brenda një viti, vendi ka arritur të përmbyll hapjen e të gjithë grup kapitujve, një ritëm që komisionerja për zgjerim Marta Kos e vlerësoi si shembullor. Në fjalën e saj, Kos u shpreh se kjo ditë nuk është e rëndësishme vetëm për Shqipërinë, por edhe për BE-n, pasi dëshmon se procesi i zgjerimit prodhon rezultate konkrete dhe se Bashkimi Evropian mund të mbështetet tek Shqipëria në të ardhmen.
Ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e patundur politik të Shqipërisë dhe nga angazhimi i fortë të gjithë shteteve anëtare për të mbështetur ecurinë e Shqipërisë. Suksesi i Shqipërisë është rezultati i punës së autoriteteve shqiptare me shoqërinë civile dhe me aktorë të tjerë në zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s dhe është rezultati i qytetarëve shqiptarë që kërkojnë ndryshim dhe i mbështesin këto ndryshime. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Çelja e të gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, por mbyllja e tyre është çmim real. Jam personalisht e përkushtuar t'ju mbështes të ndërtoni një të ardhme të bekat për të gjithë shqiptarët në shtëpinë e tyre në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama i përshëndeti ditën si një arritje që vetëm një vit më parë dukej si ëndër. Ai e quajti Marta Kos, kampione të procesit të antarësimit të Shqipërisë, duke vlerësuar rolin e saj dhe të institucioneve europiane në avancimin e negociatave. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtin disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate, për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri, së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë sot, Shqipëria del më krenare nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie, bazuar në planin për të përfunduar këtë fazë të parë, duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027-s e të hymë në një fazë të mbështetjes politike e të antarësimit të plot. Edhe ministrja daneze e punëve të jashtme, Marie Bjerre, vendi së cilës e mban aktualisht presidencën e BE-s, e cilësoi këtë ditë si një gur kilometrik të jashtëzakonshëm, duke thënë se progresi i Shqipërisë është një frymëzim për të gjitha vendet e tjera që aspirojnë Bashkimin Evropian. Në praninë e komisioneres Marta Kos u inaugurua gjithashtu godina e re e misionit të Shqipërisë pranë BE-s në Bruksel, një tjetër hap simbolik që forcon praninë institucionale të vendit në qendër të vendimarrjes europiane. SPAK ka shfrytëzuar prezencën e Sali Berishës për dosjen Partizani për t'i dhënë urdhërthirrjen si deklarues për dosjen e 21 janarit. Ish kryeministri ka kundërshtuar publikisht njoftimin zyrtar duke shtuar në listën e kritikave të tij dhe ish prokuroren e përgjithshme Ina Rama. Pavarësisht përpjekjeve për të komunikuar përmes postës, Berisha nuk ka marrë ftesë përpara, ndërsa tani po shqyrtohet një datë afërt për paraqitjen e tij. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të jap urdhërthirrjen ish kryeministrit Sali Berisha për t'u pyetur si deklarues në kuadër të hetimeve për ngjarjen e 21 janarit, duke shfrytzuar paraqitjen e tij për dosjen Partizani. Burimet zyrtare bëjnë me dije se Berisha është ftuar që të paraqitet këtë të premte në orën 10. Sikur t'isha thirr 10 herë do kisha shkuar. Nuk jam thirr asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. SPAK kishte dërguar më parë njoftime përmes postës në 3 adresa të ndryshme të Berishës, por zarfet u kthyen mbrapsht. Ish kryeministri ka dhënë shpjegime për mospranimin e tyre, duke krijuar një situatë të ndërlikuar komunikimi mes tij dhe institucionit. Ka një adresë, apartamenti im ka një derë, ka një hyrje, ka një adresë dhe çdo gjë që ka ardhur aty është firmos, është pranuar. Kjo është një. E dyta, kam një zyrë si kryetari i Partisë Demokratike. Në qoftë se nokush për sjell njoftim pa emër, po shkruan aty Partisë Demokratike, sigurisht ajo nuk është unë nuk po them atë çfarë kanë thënë zyrtarët e Partisë Demokratike, se unë s'kam pa asgjë. Tani, këto njerë, asgjë s'kam pa. Po t'kisha pa, unë vikstu çdo 2 javë, pse nuk do vijau? Mësohet se pas paraqitjes së tij për dosjen Partizan, Berisha ka firmosur ftesën, ndërsa avokati i tij është parë duke hyrë në ambientet e SPAK-ut. Arsyeja e saktë e hyrjes së avokatit nuk është bërë publike. Ky zhvillim vjen ndërsa Berisha ka kritikuar jo vetëm strukturat e SPAK-ut, por edhe ish prokurorin e përgjithshme Ina Rama, duke e përfshirë atë në listën e kritikave për menaxhimin e çështjeve të tij. Hetimet për dosjen e 21 janarit janë pjesë e proceseve të vazhdueshme të SPAK për ngjarjet e vitit 2011, ndërsa çdo zhvillim i mëtejshëm pritet të në ritmin dhe datat e thirrjes për deklarime. Partia Demokratike organizon sot një protestë para kryeministrisë duke kërkuar largimin nga detyrat të kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Tubimi nis në orën 18, ndërsa qytetarët nga i gjithë vendi janë thirrur të marrin pjesë. Sipas kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, aksioni është hapi i parë i një serie protestash të vazhdueshme dhe të shumëllojta, me qëllim rivendosjen e mundësisë për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm.
Partia Demokratike nis sot aksionin e saj opozitar në një protestë para godinës së kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas njoftimeve të PD-s, tubimi i parë do të fillojë në orën 18, ndërsa për pjesëmarrje janë thirrur qytetarët nga të gjithë qytetet e vendit. Kreu i partisë Ali Berisha ka ftuar shqiptarët që të bashkohen në këtë protestë si pjesë e një sezoni të protestave të vazhdueshme që do të zhvillohen çdo javë. Kjo protestë thirret në kushtet kur opozita bëri gjithçka për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, por qeveria bëri gjithçka për të shtruar procesin zgjedhor në një farsë të shëmtuar zgjedhore, duke u faktuar kështu shqiptarëve dhe botës se shpresë për ndryshimin e pushtetit me votën e lirë nuk ka, për sa kohë Edi Rama të jetë kryeministër. Kreu Demokrat ftoi të gjithë qytetarët që të bashkohen këtij tubimi. Të nisim sezonin e vazhdueshëm të protestave të vazhdueshme, të shumëllojta, gjersa të realizojmë qëllimin ton, të japim mundësi shqiptarëve të votojnë qytetar të lirë. Opozita thekson se protesta është përgjigje ndaj bllokimit të hapësirës parlamentare nga mazhoranca, e cila sipas PD-s ka refuzuar çdo diskutim dhe ka shndruar procesin zgjedhor në një farsë të shëmtuar. Protesta do të shërbejë si një foltore paralele ku deputetët dhe qytetarët do të shprehin shqetësimet e tyre dhe do të kërkojnë të rivendosin mundësinë e votës së lirë dhe të ndershme. Berisha njoftoi gjithashtu se kjo është vetëm protesta e parë e një serie aksionesh opozitare. Një protestë kombëtare pritet të zhvillohet së shpejti, por data e saj ende nuk është përcaktuar. Shqipëria pritet të përballet me një situatë të vështirë atmosferike duke nisur nga mesnata e sotme me rreshje të dendura dhe rritje të prurjeve në veri dhe verilindje. Në takim të posaçëm në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe ministrat përgjegjës paraqitën masat parandaluese dhe skenarët e menaxhimit të emergjencave. Autoritetet qendrore dhe vendore janë vënë në gatishmëri të lartë për shkak të motit problematik që pritet të godasë vendin që nga ora 01 e mëngjesit të së dielës. Në një takim koordinues të zhvilluar në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, zëvendës kryeministre dhe ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku paralajmëroi agravim të situatës sidomos në zonat veriore dhe verilindore, ku rreshjet pritet të kenë intensitet të lartë dhe kozjatje deri në 48 orë. Pritet që kjo situatë të nisë në orët e vona të natës sonte, por nga ora 1 e mbrëmjes, pra ose në të këdhirë të datës 18, do të kemi një agravim të situatës, i cili nis nga veriu. Për këtë arsye ju bëjmë dije se duhet nisur nga data 11 nëntor, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka filluar që të ulë nivelet në basenin e Komanit dhe basenin e Vallt të Tejit. E jugut, por më shumë në zonën e Himarës dhe të Sarandës, ndërkohë që për sa i përket zonës së Fierit dhe zonës të Vlorës, dy zona gjithashtu sensitive për sa i përket përmbytjeve për shkak edhe të shtratit Vjosës, duket që intensiteti do të jetë më i ulët. Ministrat e mbrojtjes, bujqësisë dhe përfaqësues të emergjencave civile prezantuan masat që janë vënë në funksion në të gjithë territorin. Kapacitetet në nivel kombëtar janë të gjitha në gatishmëri të plot, forcat armatose, policia e shtetit, zjarfikset dhe të gjithë strukturat e tjera që përbëjnë strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri. Në zbatim të planit emergjencave civile, edhe strukturat që lidhen me bazën mbështetëse për popullsinë, rezervat e shtetit janë po ashtu në gatishmëri në rast nevoje për të ardhur në mbështetje të çdo shqetësimi që mund të ketë popullsia në terren. Nuk do lëmë asnjë bashki vetën përkundrejt këtij rreziku. Kam ndërmarrë të gjithë masat për menaxhimin dhe garantimin e funksionimit të rrjetit të kullimit dhe pajisjen ato me mjetet nevojshme në këtë zonë. Specialistët parashikojnë se data 18 do të shënojë pikun e rreshjeve me një intensitet të shtuar, sidomos në zonat e jugut dhe juglindjes. Emergjenca civile bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në zonat me rrezik për mbytyje, rrëshqitje dherash dhe përgjatë segmenteve rrugore malore. Në konferencën e kryetarëve, kërkesa e opozitës për zhvillimin e një mocioni me debat mbi mungesën e caktimit të minimumit jetik u refuzua sërish nga mazhoranca. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Baua e cilësoi këtë lloj kërkese si atipike dhe të pamotivuar për të integruar debate në seancë. Opozita kërkon të sjellë në rendin e ditës çështjet e mbrojtjes së të drejtave kushtetuese për minimumin jetik, por mazhoranca e sheh si
një përpjekje për të shkelur procedurat e kuvendit. Në konferencën e kryetarëve të partisë në kuvend, mazhoranca i ka thënë jo një tjetër kërkesë të opozitës për të zhvilluar një mocion me debat me mungesën e caktimit të minimumit jetik. Mazhoranca socialiste në kuvend vijon me projektin për asgjësimin e parlamentarizmit dhe asgjësimin e çdo mekanizmi kontrolli që parashikon rregulloria e kuvendit. Qytetarët kanë parë se gjatë këtyre ditëve ka ardhur në kuvend për shqyrtim projekt buxheti për vitin 2026 dhe para 3 ditësh edhe paketa fiskale apo ligjet financiare që shoqërojnë miratimin e projekt buxhetit. Qartësisht në këtë projekt buxhet cënohen të drejtat kushtetuese të qytetarëve për caktimin me ligj të minimumit jetik. Sipas kryetarit të grupit Partisë Socialiste Taulan Balla, kjo kërkesë nuk është motivuar nga dëshira për një debat konstruktiv, por përbën një situatë atipike në historinë 35 vjeçare të kuvendit. Kur vjen dhe kërkon dua një mocion me debat për minimumin jetik, ndërkohë që ke duke diskutuar buxhetin, ndërkohë që e di fare mirë që ky është buxheti më i madh në histori, në konferencë kryetare thash jemi dakord për çdo lloj instrumenti apo mocioni me debat dhe në 2 ditët e dhëna për diskutim për buxhetin të jetë pjesë e debatit edhe kjo çështje. Kto nuk janë kërkesa që duan t'i shqyrtojnë në kuvend. As konferencë kryetare, to janë rendi ditës i foltores që do vendoset në bulevard. Këta duan që duke shkuar me kërkesat e kuvendi të bëjnë dhe rendin e ditës. Opozita nga ana e saj vazhdon të kërkojë debat për caktimin ligjor të minimumit jetik, duke argumentuar se kjo është një drejtë kushtetuese që duhet të përdoret nga qytetarët. 10 banor të Dukatit, Orikumi dhe Trajgjasit protestuan pranë Spakut duke denoncuar një skem të dyshuar shpronësimi që sipas tyre po i privon nga pronat e tyre. Ata akuzojnë përfshirjen e institucioneve dhe individëve me ndikim, ndërsa avokati i tyre, Arben Dhangozi, shprehet se hetimet paraprake tregojnë se disa prona mund të njihen si të huaja. Çështja ka shtrirje të gjerë dhe po shqyrtohet nga prokuroria e posaçme. 10 banor të Dukatit, Orikumit dhe Trajgjasit dolën sot përpara prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të denoncuar një skem të dyshuar shpronësimi që po prek pronat e tyre të vendbanimeve. Sipas banorëve, tjetërsimi i pronave po realizohet përmes një rrjeti të organizuar ku përfshin individ me ndikim dhe sipas tyre dhe disa institucione. Ne jemi banor të krajinës Dukatit dhe jemi të organizuar në kuvend komunitar krajinor. Kuvendi jonë është ngritur në 2010, siç e mbani mend që kemi pasur probleme për punën e pronave dhe tashmë gjendemi përpara një situate që krajina jonë synohet të shfarose totalisht, të shpopullohet totalisht. Kjo po bëhet me metoda ekonomike dhe me metoda mohim prone, mohim të drejtash. Situata është që neve aktualisht nga ka ardhur i KMT-ja dhe kërkon të prish të gjitha njësitë ekonomike që kemi në territorin e krajinës tonë. Krajina jonë ngelet praktikisht pa financë, pa ekonomi dhe ne nuk mund të mbjetojmë në atë krajinë. Kështu që për këtë arsye ne mendojmë që ata kërkojnë të na shpopullojnë. Dhe mbas prishjes së ndërtesave kanë plan të zaptojnë tokat sepse kanë riflektuar certifikatat e pronësisë që janë të bëra me falsifikim nga zaptues dhe grabitës që nuk i përkasin krajinës tonë fare, janë bërë kompensime në mënyrë të palishme, janë bërë mbivendosje pa merituara dhe ne për këtë arsye jemi detyruar të rimbledhim kuvendin prap edhe të organizohemi për të mbrojtur veten tonë ligjërisht edhe fizikisht nëse do të jetë e nevojshme. Të na japin pronat siç na takon neve sepse jemi banor autokton qindra vjeçar dhe më të rinjt atje janë 80 vjeçar apo 75 vjeçar. Kështu që e para, e dyta, këtyre që mendojnë se mund nëpërmjet institucioneve ose qarqeve që janë korruptuar brenda institucioneve, duke përdorur institucione si KMT-ja që kanë ardhur atje dhe na kanë bërë kërcënime pa urdhër, pa asnjë lloj motivi ligjor dhe na kanë thënë ngrihuni se do ju heqim. Dhe ne kemi prova, kemi video, kemi foto për këtë, të bëjnë se duan na prishin neve, të vinë oligarkët marrin qindra hektarë në krajinën tonë dhe ne të zhdukemi andej. Por dhe atyre ju themi që krajina e Dukatit do t'ju përgjigjet me ligj, po do t'ju përgjigjet dhe siç e kërkoni. Do t'u japin si ta doni ju.
Avokati i banorëve Arben Langozi bëri me dije se hetimet paraprake kanë evidentuar dyshime se disa prona mund të njihen në favor të shtetasve të huaj duke lënë banorët lokal pa të drejtat e tyre. Ai shtoi se qytetarët kërkojnë ndërhyrjen e drejtësisë për të parandaluar dhunimin e pronësisë dhe për të garantuar që çdo veprim të jetë në përputhje me ligjin. Banorët e prekur kërkuajnë që SPAK të hetojë me shpejtësi dhe të zbartë të gjithë rrjetin e personave që sipas tyre po përfitojnë në mënyrë të palishme nga pronat e komunitetit. Protestat përbëjnë një apel të qartë ndaj institucioneve për të siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur të drejtat e pronarëve lokal. Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar në Zvicër kërkesën për ekstradim të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i cili prej korriku 2023 ndodhet jashtë vendit. Kjo u bë e ditur gjatë seancës gjyqësore për dosjen Buka, ku prokurori i SPAK-ut kërkoi pyetjen e 14 personave si dëshmitar për fshirjes ministrin e financave Shkëlqim Cani. Ahmetaj akuzohet për shpërdorim detyre duke i shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej rreth 7 miliard lekësh. Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën për ekstradimin e ish-kryeministrit Arben Ahmetaj në Zvicër, njoftim ky që u bë gjatë seancës gjyqësore në procesin në themel për dosjen e njohur si Buka. Seanca po zhvillohet në mungesë të Ahmetajt, i cili ndodhet në Arati që nga korriku i vitit 2023, ndërsa SPAK ka lëshuar urdhër arresti për të. Gjyqtarja Irena Gjoka lexoi në seancë përgjigjen zyrtare të Interpol Tiranës lidhur me kërkesën për ekstradim. Prokurori i SPAK-ut Elvin Gjoka i paraqiti kërkesën për dhe kërkoi që të pyeten 17 persona si dëshmitar në proces për fshir ish-ministrin e financave Shkëlqim Cani. Ish-zëvendës kryeministri Ahmetaj akuzohet për shpërdorim detyre për një dëm ekonomik të buxhetit të shtetit prej rreth 7 miliard lekësh. Avokati i mbrojtës Henry Ligori theksoi se klienti i tij nuk ka asnjë mas sigurie për këtë dosje dhe se procedimi gjyqësor është i lidhur me çështje të tjera që nuk prekin të drejtën e lëvizjes së tij. Procesi gjyqësor pritet të vijojë me shqyrtim të dëshmive dhe pyetjet e dëshmitarëve të propozuar nga prokuroria, ndërsa kërkesa për ekstradim do të shqyrtohet nga autoritetet zvicerane për të vendosur nëse Ahmetaj do të kthehet në Shqipëri për të përballur me hetimet dhe gjykimin. Policia e Tiranës vijon hetimet për vendosjen e eksplozivit në një restorant të hapur së fundmi në Kamës, ndërsa autori që dyshohet se ka aktivizuar lëndën plasëse mbetet ende i pa identifikuar. Pista kryesore hetimore lidhet me një konflikt për marrjen me qira të ambientit, ku sipas burimeve personat e përfshirë mund të kenë ushtruar presion dhe gjobvënje ndaj pronarit të objektit. Hetimin për shpërthimin me lëndë plasëse në një restorant të ri në Kamës janë thelluar, ndërsa autori që dyshohet të ketë vendosur dhe aktivizuar eksplozivin nuk është identifikuar ende nga policia e Tiranës. Ngjarja e cila shkaktoi shkatrimin e plotë të kuzhinës lokale dhe dëme të mëdha materiale në banesat përreth konsiderohet nga grupi hetimor si pjesë e një skeme presioni dhe gjobvënje. Sipas burimeve të hetimit, konflikti ka nisur disa javë më parë kur pronari i objektit që jeton jashtë vendit nuk ka arritur një marrëveshje për dhënien me qira të ambientit tek një grup personazh të interesuarish. Përmes përgjimeve ambientale dhe veprimtarive operative, policia ka zbuluar se një prej të interesuarve për të marrë lokalin dyshohet të ketë qenë Florind Domi nëpërmjet ndërmjetësit të Flogert Muzhikës, i cili zotëroi një biznes pranë zonës ku ndodhi shpërthimi. Refuzimi i pronarit për të lidhur në këtë marrëveshje ka sjellë për shkallëzimin e situatës. Ambienti u dha me qira pas dy bashkëpunëtorëve të tjerë, Bernard Elezit dhe Klodian Muratit, gjë e cila sipas hetimeve ka nxjerrë reagimin e grupit që pretendonte marrjen e objektit. Burime nga policia bëjnë me dije se kushëriti jeton dhe Ervis Lami së bashku me miqtë e tyre dyshohen se kanë ushtruar presion ndaj pronarit duke i vendosur një gjop prej rreth gjysmë milion eurosh. Kur pronari nuk u tërhoq dhe nuk pranoi kërkesën, grupi dyshohet se ka kaluar në veprime të dhunshme duke finalizuar aktin e vendosjes së eksplozivit në hyrje të restorantit. Pavarësisht provave të grumbulluara, deri tani dhe dëshmive të marra nga pronarët e biznesit, ish oficeri i forcave operacionale jeton Lami ka mohuar përfshirjen e tij dhe të personave të tjerë të afërt. Ai ka deklaruar parajtuesve se nuk ka dieni për ndonjë skem gjobvënje apo plan për vendosje të tritolit. Nga shpërthimi pati dëme të dukshme materiale, por fatmirësisht nuk u shënuan të lënduar. Grupi hetimor i Drejtorisë së Policisë Tiranë njofton se procesi hetimor është ende në zhvillim dhe se priten të dhëna të tjera, paksi ekziston dyshimi se në këtë ngjarje mund të jenë përfshirë edhe persona të tjerë për te të dyshuarve kryesor.
Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 23 vite burg për Ilir Beqarajin, të akuzuar si ndihmës për vrasjen e Getian Bejtias në Larush të Fushkrujës në mars të vitit 2024. Ai akuzohet për vrasje me paramendim në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim e armëve si dhe falsifikim dokumentesh. Hetimet kanë dokumentuar praninë e tij afër vendit të ngjarjes dhe përdorimin e automjeteve të përfshirë në krim, të cilat u lidhen përmes analizave të GPS-it dhe ADN-s. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 23 vite burg për Ilir Beqarajin, të akuzuar për ndihmës në ekzekutimin mafios të Gentian Bejtias, ngjarje ndodhur në Larush të Fushkrujës në mars të vitit 2024. Ilir Beqaraj akuzohet për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve si dhe falsifikim dokumentash. Hetimet dhe provat e mbledhura tregojnë se Beqaraj ka qenë afërsi të banesës së viktimës disa herë para ngjarjes, gjë e konfirmuar nga verifikimi të dhënave të GPS-it e automjetit që ai kishte marrë me qira. Për më tepër, akti i ekspertimit biologjik të ADN-s lidhur me automjetin Volkswagen Golf në pronësitë e Edison Haxhiut, i arrestuar gjithashtu në largimin e autorëve menjëherë pas djegjes së një tjetër automjeti që u përdor në krim dhe u doq në fshatin Hasan. Nga analizat e ADN-s dhe hetimet e tjera ka rezultuar profil gjenetik i të akuzuarit Ilir Beqaraj dhe Flodian Plaku, duke konfirmuar rolin e tyre në ekzekutimin e Bejtias. Procesi gjyqësor vijon ndërsa prokuroria kërkon që ata të përgjigjen para drejtësisë për ngjarjen që tronjti komunitetin e Fushkrujës. 3 shtetas nga Shkodra janë proceduar penalisht pasi u kapojnë gjatë natës në tentativë për të kryer gjueti të palishme në fshatin Arës të Mirditës. Operacioni i policisë shoi në sekuestrimin e armëve të gjahut, municionit dhe mjeteve të tjera të përdorura për aktivitet ilegal, ndërsa po vijojnë gjithashtu kontrollet në zonat të mbrojtura të qarkut të Leshës. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mirdit në bashkëpunim me strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë zhvilluan një operacion të posaçëm gjatë orëve të natës në kuadër të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e gjuetisë së palishme në territor. Gjatë kontrolleve në fshatin e Arës, efektivët kapën në flagrancë 3 shtetas nga Shkodra, të cilët dyshohen se po përgatiteshin për të kryer gjueti në një zonë të mbrojtur. Sipas burimeve policore, grupi kishte me vete pajisjen e plot për ushtrimin e aktivitetit ilegal, ndërsa priste momentin e për të nisur veprimet. Nga kontrolli ushtruar në automjetin dhe sendet që ato mbanin me vete, policia sekuestroi 3 armë gjahu, sasi fishekësh dhe 4 qenë gjahu të trajnuar për gjetjen e presë. Gjithashtu u gjetën mjete të tjera ndihmëse që përdoren zakonisht për gjuetin ilegale, të cilët tashmë shërben si prova materiale në procesin hetimor. Pas dokumentimit të plotë të veprimtarive materiale, procedurat ju referuan prokurorisë së Lezhës dhe ka nisur procedimi penal për 3 shtetas të akuzuar për shkeljet e ligjit për gjuetin dhe mbrojtjen e biodiversitetit. Policia e Lezhës njofton se kontrollet do të vijojnë në disa zona të qarkut me fokus të veçantë në territoret e mbrojtura ku raportojnë raste të përsëritura të gjuetisë ndaluar. Uniformat blu apelojnë edhe një herë se gjuetia e palishme jo vetëm dëmton ekosistemin dhe faunën e egër, por përbën një vepër penale për të cilën do të vijojnë të merren masa pa tolerim. Të nderuar televizionistë, do të ecim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 nëntor 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme, duke sjellë mot me reshje intensive shiu dhe stuhi në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura dhe reshje të dendura, shiu të shoqëruara me stuhi të forta në zonat perëndimore, ndërsa pasditja pritet të vijojë me reshje intensive sidomos në zonat bregdetare dhe ato të ulëta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 21 gradë Celsius në bregdet dhe zonat jugore. Gjatë ditës priten më pak se 2 orë diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryjë mesatare deri e fortë nga drejtimi jugor me shpejtësi 6 deri në 8 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here deri në 10 metra për sekond. Deti do të jetë i trazuar me dallgëzim 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 18 nëntor do të jetë në orën 6:25, ndërsa perëndimi në orën 16:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi 13 deri në 14 gradë Celsius.
Tiranë, 16 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 17 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj, 16 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan, 16 deri në 19 gradë Celsius. Berat, 17 deri në 20 gradë Celsius. Korçë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 18 deri në 20 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 nëntor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshje shiu në pothuajse të gjithë territorinë. Paraditja do të jetë me rreshje të herë pas hershme shiu, ndërsa pasditja sjell përkeqësim të motit me rreshje të dendura në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 nëntor do të jetë në orën 6:23, ndërsa perëndimi në orën 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 13 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 7 deri në 11 gradë Celsius. Suhare, 5 deri në 13 gradë Celsius. Prizren, 6 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe detaje rreth zhvillimeve mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.